emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Bani frymën njerëz. Vonoj, por nuk mungoj. Ra rreth e qark. Miku ynë dhe në fund zbriti në pjacë. Në pjacë është Alfred Peza. Ja ku e keni pra se duke shkur, nuk do duke i më, po ja ku është. Mbajeni pjacën lart njerëz. Po, tamam, po. Mbajeni pjacën lart, sepse kjo është pjaca e Fredit, edhe jo pjaca Pezës, po aki themi edhe pjaca Pezës, po çfarë ka? Kjo është pjaca Fredit, te kjo pjaca do qarkullojnë gjithë ato njerëz, kështu që pata fatin unë që isha i pari, edhe me kënd marr inshallah. Faleminderit, fati është i imi. Ashtu siç fatin ti e përcaktove vetë që të jem në pjacë. Po, okay. Për shkak se më ke futur në një rrugë të re. Okej, Fredi nuk e njihni për gjithë ato gjërat që ka bërë në jetë. Kudo që ka qenë, po them ka dalë vend parë, se tani në këtë vend, me thonë vend parë gjen gjithë ato vetat kërcënuar, por ka qenë lider në çdo sektor ku ka marrë pjesë. Që kur e njohun në shkollë, e masnej në të gjitha fazat e gazetarisë vet, i provoi dhe t'i bënte të gjitha, çdo vend nivel të gazetarisë e provoi, u bë dhe drejtor gjitha Nemo në shumë televizione, kur e provon që ti je drejtor në shumë televizione, është si puna e tij që kur del kampion në shumë kampionate, i bie që ta ketë meritën ai më shumë se sa skuadra me të cilën luante. Gjithsesi Fredi është i kampion i vërtet, edhe për një koincidencë jashtëzakonshme, meqense edhe miq shumë të vjetër. Në momentin kur edhe vetë unë ndrova një vëmendjen time profesionale në real estate, rastisht me Fredin u takuam një ditë edhe Fredi kishte vendosur të dedikoj librave, por në këtë vend librat njerëzit presin të bëjnë filme, pastaj t'i lexojnë, kështu që i bëra këtë propozimin dhe ka më shumë se një vit që Fredi është i përfshirë në real estate. Ka një zyrë të mrekullueshme me një staf të mrekullueshëm, kështu që siç e keni pa aty ishte në top 10 mos e tani prapë them Fred, nuk e them dot, vjen e parë se në këtë vend po them vend parë. Se ngel hatri femziut. Po Fred, ai ke 10 që mo, tani s'ka të. Ora ke 11 që më mirë. Po, ke 11 po. Që Fredi është në vitin e parë të tij në real estate. Unë kam filluar pak më herët, po Fredi është nga ata që e ka ngrit nivelin e real estate më lart se ç'ishte, dhe me këtë podcastin do t'ju asistoj dhe ju që për këtë fushë tjetës të zbuloni një ekspert të vërtet, atë që ndoshta ju kishte munguar në fushën e real estate-it, në informacionin që ju duhet. Shumë faleminderit Çago. Nuk di se si mund ta bëja vet prezantimin vetes, më mirë se sa kaq. Por një gjë është e vërtetë që çishte ajo ditë që unë vija nga qendra kombëtare Lim, ne takohemi shpesh, po takohemi në një trotuar afër bllokut ke zyra Mikados. Edhe duke të parë ty ke trotuari dhe ç'a po bën, them unë. Tash po shkruaj libra, lejeni marr librat. Hajde, sepse më thej një gjë që më goditi, që gazetarët mund të bëhen agjendë më të mirë të real estate-it në botë, sepse kanë të dhënat specifike që i duan një agjendë. Mënyrë e komunikimit, Fred. Informacioni, networku, besueshmëria publike, njohja, e kështu me radhë, dhe besoj që janë element të rëndësishëm për të qenë i suksesshëm në këtë fushë. Me sa duket, kjo është pjesa e tretë e jetës time. Po unë e mira dhe aftësia e atyre që janë njerëz të lindur për të bërë suksese, të këmbgulës për jetë, është që kudo që ti çosh do evidentohen. Unë isha i bindur që në fillimin e parë që Fredi është i çunë që kudo që ta çosh, mjaft që ta bindë që të pranoj që të bëhet pjesë e familjes së zyrave tona Mikado, kështu me zyrën tënde që është me vërtet shumë simpatike. Thash, gjithmonë sa u diskutu bashkë me ty muhabeti, thash tani Fredi do bëj një top zyrë, realisht, dhe zyrat Mikado ndjen në një nivel më të lartë me ardhin tënde, dhe kam bindje që shumë nga kolegët tanë mund ta kishin bërë këtë gjën, sepse çdo gjë ka një fillim dhe një fund, duhet ta ketë, mendoj unë. Pavarësisht nivelit shumë të lartë që kena bërë të dy median, do të ketë një fund, s'ke ta bësh dot gjithë jetën. Ka një komunitet faktikisht gazetarësh në real estate. Shumë ka disa. Stefa, ka disa gazetar. Albana po. Albana ka një zyrë vetëm shumë interesante, Stefa ka dhe një zyrë interesante, janë shumë gazetarët, po që jo, këta që ke pjesa sportit. Po ke pjesa tjetër ka disa që merren me këtë punë. Edvis Rexha është një gazetar që ka një zyrë shumë të mirë dhe ai. Kështu që janë disa njerëz që janë përfshirë të gjithë, se mos i harroj tani me emra, po se ai Geliadri. Gazetaria është komunikim dhe real estate është komunikim dhe korrektesë.
që dhe këmbgulje, cilat janë për të gazetarinë. Qofse ju se një pjesë e njerëzve nuk e dinë, po Fredi kur filloi në fillim bëri në gazetari pjesën e kronikës zezë gjykatat edhe gjithë Fredi e krijoi një fush të gazetarisë që deri në atë moment Mond Laçin mos gaboj edhe kaq, dhe nuk është se ekzistonte. Pastaj u krijoi një fush ku që në mes deri në darkë ishim punë. Këmbgulje jashtëzakonshme për të jetë lajmin, personazhi që në fillim kur thoshin gazetari kronikës zezë, e thoshin në mënyrë pak pejorative. Pastaj kur hyrin në mod, pastaj fillon të ngërkonin me qeverin. Dhe tani është akoma në mod. Ashtu siç ka hyrë në mod tani edhe real estate, pasi industria e real estate, ndërtimi, turizmi, ekonomia, arkitektura, urbanistika janë besoj në kulmin e vet mas 35-36 vitesh nga rënia e komunizmit. Është momenti më i mirë, Fred, ajo që po ndodh tani është që në Shqipëri njerëzit po prodhojnë më shumë para, njerëzit po fitojnë më shumë para sot në Shqipëri. Ekonomia e tyre është rritur, kërkesat sigurisht janë të rritur. Po veç asaj, edhe ata që zhvillimi ekonomik i Shqipërisë bën që ata që kanë ikur jashtë, edhe ata që po ikin tani, ta kenë mendjen gjithmonë se një nga objektivat e tyre për të bërë sukses jashtë, për sakrificet e tyre që bëjnë atje ku jetojnë, është që të blejnë një pronë në Shqipëri. Në Bregdet apo në qytetin ku jetojnë. Po e masin suksesin e tyre me metra katror. Pikërisht, pra po e masin me metra katror sepse është mënyra më e mirë për t'i ruajtur ato parat. Dhe për t'i dhënë dhe më shumë vlerë në të ardhmen. Edhe për t'i dhënë padyshim, sidomos në këto vite i kanë dhënë shumë vlerë për investimeve të tyre në Shqipëri. Ajo që të bën është që kualiteti i ndërtimeve në Shqipëri është rritur shumë. Rritja e këtij kualiteti i bën shumë nga ata shqiptar që jetojnë jashtë që të blejnë një kualitet të lartë, shpesh edhe më të lartë se aty vendi ku janë, sepse ndoshta aty s'kan mundësi ta blejnë atë shtëpinë që bën 30.000 pound metri katror, po aty ka një niveli ku ata mund të shkojnë, me ditat para mund të marrin një kualitet shumë më të lartë në Shqipëri. Faktikisht më shuaj edhe ti mua. Jo personalisht, për atyre që po na ndjekin, një kuriozitet se e kanë marrë vesh pothuajse, po nuk ka një gjë shteruse nga ana jote, kur hyre ti, pse hyre ti dhe ç'a bën ti në real estate faktikisht. Unë në real estate për shkak se djali im Frankli, që është dhe përgjegjësi i zyrës. Një nga agjendët më të mirë në Shqipëri. Është bërë tani, po është bërë shumë nivel i lartë në këtë çast. Edhe Frankli u përfshi në këtë në fillim vet në mënyrë me iniciativën e tij, pastaj u përfshi në një tjetër zyrë, nga një zyrë shkoi te një zyrë tjetër, e provoi edhe atje. Dhe pastaj realisht në fillim unë dëgjova këtë punën e real estate më saktë në kohën kur Gjergj Stefa, një nga gazetarët e zyrës time, që thoshte gjithmonë që s'mder rroga për kërkesat që kishte më të larta dhe filloi të përfshihej edhe ai në një gjë të tillë. Pastaj një ditë Franklin thotë që tu të hapim zyrën tonë, po do ta bëjmë bashkë që të bëjmë zyrë. Edhe kanë folur shumë me çunat e Sendrit të Njishit. Joni është një CEO i kësaj zyre dhe ishte një nga më këmbgulësit që të hapi një zyrë, hapa një zyrë të tillë, pastaj zgjat një 2 vjet në bashkëpunim me Sendrin 21, pastaj vendosëm që të krijojmë brandin ton. Krijojmë një markë tonën. Sa vite? U bën një 5 vjet tani 6 vjet tani. Që po merrem me këtë punë. General Mikado kur kalon që shefat tabelën atje. Kënaqet, po kënaqet. Sidomos që tabela jote, thotë. Ky Fredi ka vënë më mirë. Po sigurisht, se unë e di që është një emër që në japonishtën e vet do të thotë perandor, kështu që jam munduar që t'ja respektoj edhe për kuptimin e emrit. Po, babi ka qenë oficer, kështu që Fredi ka marrë shkollën për këtë punë, por nuk e bëri në profesionin e oficerit, pavarësisht se edhe kjo shkolla atje ishte më e evidentumit. Po e bëri shumë pak për të fut me një fushë tjetër, kështu që Fredi kujt 1 2 3 në 7 jetë ke në këtë botë Fredo. Në krahasim me profesionet e tjerë. Jeta letrare, jeta gazetareske. Kështu që është mirë të jetosh, se nuk thonë vetëm për macë që ka 7 shpirtra. Edhe njeriu është mirë të ketë sa më shumë se sa një jetë. Tani na njoni mund të ketë gjetë që janë më të bukur që përshtatet më shumë, unë nuk dua t'i jap mend, po ajo që për shembull mbretërit e kanë gjetë dhe nuk e duan të ndrojnë. Atë kanë stërgjyshi po. Unë po them që realisht është shumë boring jeta e një personi që fillon profesionin 22 vjeç ngjojna një për shembull. Fillova punë këtu edhe dola pension këtu. Po tani e burr. Hajde më rregull kodë Veroxhës se s'kishe mundësi me ndryshu. Demokracia në këtë periudhë, në këto vite, po ty ndroje o burr sistemi kapitalistë. Si mund të blaket njëri te njëjta punë për ditë, gjithë jetën e njëjtën. Tani si ndihesh që
ju e keni edhe biznes familjar këtë punë. Është biznes i mirë shumë. Ajo që na bën të ndjehemi pozitiv është që të mban në jetë, të jep një pozicion në shoqëri, sepse është një nga lodrat më të bukura që luajnë edhe ata që s'kan para, edhe ata që kanë para. Po, derisa ka luajtur Donald Trumpi. Donald Trumpi me kursimet e fund muajit luan gjithmonë. Si tha studentëve kur filloi fushata elektorale, se e filloi ky për t'i treguar që edhe un kam qenë një herë se ju tha, kur isha 16 vjeçta, babai tha ndadhen $2 milion. Dhe ata filluan me qenë. Kështu që okej, neve s'na ka dhënë. Këto po na ka dhënë mundësinë dhe energjitë që të jemi pozitiv dhe të mendojmë që mund të bëjmë gjëra të mira. Kjo është një profesion shumë i bukur. E para që përveç faktit që ti je ndërmjet dy njerëzve, njëri që e shet apo njëri që e blen në një moment të rëndësishëm që se harrojnë jetën e tyre. Pra pak njerëz mund ta harrojnë përveç se kush ishte momenti kur e blen apo e shitet një shtëpi. Sidomos blerësit e shtëpive janë realisht sepse ne shisim më shumë njohim blerët sepse shitësit janë pak a shumë të njëjtët që janë në kompani ndërtimi. Pse për 89% popullsisë ndodh një herë në jetë. Edhe është me vërtet një moment shumë i rëndësishëm në jetën e tyre. Ti jep mundësi me njoh shumë njerëz, un kam njoh faq shumë njerëz në këtë periudhë sa nuk i kisha menduar që do t'i njihja. Po ata të njihen faktikisht. Okej, ata na njohin të dyve, po të versionin ton nuk e dinin. Po, dhe habiteshin. Po. Kur shkoja ti si agent imobiliar edhe thoshin, po ti çdo këtu se. Po, sepse në përgjithësi se më ka ndodhur mua, po, se mësoj njerëz jam mësuar, dëgjoj, kjo boring life, rutina është bërë kështu si pasaportë për shumë njerëz, njëri ti tani je gazdar, lind do vdesësh gazdar, ke doktor do lidhësh do vdesësh doktor. Petro Margo e thot gazetar, nuk ka ish gazetar. Lapsi sta heq njëri nga dora. Po, shkruaj dushë burr. Po, që ti gazetar je. Pa ditë që do ditë Facebook e ka thon Petro Marko. Imagjino ta ditë edhe këtë. Ta ditë edhe këtë. Po, që bësh gazetar çdo mes kur dush. Po, është një recetë shumë e bukur. Është një nga profesionet më të bukura që mendoj unë që ja vlen. Pa të thënë fillim që pikërisht Joni i Sendrës të njëjtin pa të thënë që këtu vlla po bëre 3 vjet tu vetëm vdekja do ndaj nga ky profesioni. Derisa vdekja të na ndaj. Edhe kam përshtypjen se është e vërtetë. Unë jam në vitin e dytë, kështu që edhe një duhet fjalë. Edhe një na duhet. Po edhe një vit edhe pastaj ti po e vazhdove po u bëre që të rish rezistosh në këtë profesion 3 vjet. Ishte shumë i bukur. Tani gjithë profesionet janë të bukura, po kjo thash ka ca satisfaksione. Pastaj a di pse ka satisfaksione përveç se njeh njerëz të rinj, njeh informosh i pari për pronat që do jenë nesër në qytet, në jug, në veri, lindi perëndim, por nga ana tjetër edhe njerëz interesant, por edhe prona interesant, sepse edhe pronat janë si njerëzit. Ka të vjetër, ka të rinj, ka të shkurtër, ka të gjatë, ka të bukur, ka të shëmtut, kështu që unë i shikoj jo vetëm si shkrimtar, por edhe si pjesë e kësaj industrie tashmë, në këtë mënyrë dhe është vërtet shumë interesante kjo gjë dhe t'jep emocion tjetër. Fred, të gjitha gjërat janë në vendin e dur, duhet të jesh në vendin e dur në momentin e dur. Kur komentoja ndeshje shpesh futboll, thosha që Inzaghi, një futbollist shumë i madh i Milanit, jo ky trajneri, po ai që po provon të bëhet trajner për Subot ishte edhe në Palermo. O futbollist i mirë. Po. Që vllai që ishte ai ishte si Mourinho futbollist që të bëhet trajner i mirë. Po, edhe te Juventusi, edhe tek Milani, po edhe te profesionistët italianët gjithmonë thoshim një shprehje. Në vendin e dur, momentin e dur. Edhe nga herë njerëzit thoshin që në vendin e dur, momentin e dur, çfarë fati ka ky? Po 30 herë në vit se ka fat të burrë. Që fuste kokën atëherë kur duhet që bëte golin e dur. 30 gola në vit nuk i bëte rastësisht. Në Real Estate, ne të dy kemi hyrë në këtë moment, un pak më herët, ti ta pak fare më vonë, kemi hyrë pikërisht në momentin më të mirë të Real Estate-it. Nuk do kishim pasur këtë sukses, po të kishim hyrë 25 vjet më parë. Për 30 vjet më parë. Kemi miq tanë që kanë filluar shumë më herët, po ky është momenti që ky profesioni, kjo lloj fushë, kjo lëmi e jetës ka sukses shumë të madh, sepse ka vëmendje shumë të madhe, se ka investime shumë të mëdha. Ka nevojë edhe për ekspertizë. Dhe ka nevojë për ekspert. Realisht ky është momenti, pra ne koçidojmë që ne po merrem me këtë punë në momentin më të mirë të saj, që është në rritje kjo gjë. Pra e kemi kap fiks në momentin ku si dallga e surfit. Po si dallga e surfit. Që ne do të vallëzojmë, po do të arrisim shumë nivelin ton, por për merit të dallgës bitësinë kemi hyrë, por kjo dallgë është shumë e lartë. Ne stërvitemi çdo ditë, kështu që do ja dalim. Kam vënë një gjë ose është perceptimi im që ke pas më shumë duartrokitje, dashuri etj. Ku komentojnë ndeshje. Flamuri më i bukur në botë Alban, etj. Dhe sa po the një shprehje ke Fevziu që shqiptarët punojnë më shumë, bëjnë 2 punë, blejnë shtëpi,
nuk e the kështu siç e thash unë kaq keq, e the më ëmbël. Edhe ta kam çuar një video. Fillova ta kam çuar një komunikim. Pas ça komente. Ta kam çuar një komunikim. Po. Ta kam çuar një komunikim që basi i thash disa herë që o njeri, pse s'blen shtëpi ti se unë kam rrogën 500.000 lekë. Po ja që të gjej një punë me 2.000 euro rrogën në muaj për 5 muaj në verë në një biznes që kam unë në. Po i çata ti mund gjete? Jo, fjalia tha, pyetja e parë ishte si janë kushtet e punës. Po. Ju thash, okay, 8 orë, 9 orë shumë mirë, po. Kjo është periudha e sezonit, vera, fiton para, do marrësh sigurisht e bakshishe. Pastaj ta usviun atje tha se s'pëlqen ai vendi. Dakor, shumë mirë, mos hajde atje se s'pëlqen ai vendi. Është në Tiranë. Ja jeton në Tiranë, po në Tiranë jeton. Në Tiranë është një vend, një lokal X që ti mund punosh. Që transferohet ato miqtë mi që kanë, diku. Është një lokal Tiki në Tiranë që kamarierët e tyre fitojnë nga 1.200.000, 1.500.000 lekë vjetra në muaj vetëm bakshishe, plus rrogën 1 milion lekë, 2 milionë e gjys. Edhe I thash, e ke këtë vendin. I thash edhe për një vend tjetër. Po kështu, meqense ishte kamarier. Me respekt shumë ma thash unë, si arritë do të më bëni kamarier në për lokale o lavat e nxjerrët o isha ndihmës kamarier. Kamarierës mbone. Po, qenë imigracion. Kështu që tani ti jepet kjo mundësia, me fitu 25.000 euro në vit. Dhe fjalia ishte shumë kriminale që më tha. Më tha që unë në këtë periudhë kam marrë një pauzë. Nuk punoj dot. Ke krimtaria? Ishte marrë pauzë, thash o njeri. Në 92 thash me vete. Kur gruaja ime Miranda më tha që jo po pres një kalamë që lindi Franklin më bas, që nga 92 s'kam pas shans një ditë me marr pauzë. Këta janë njerëz që marrin një jetë pas. Një ditë s'kam marr dot pauzë. Kam punu murator, kam ngarku kamiona, kam la tenxhere, kam la banjo, kam punu recepcion në hotel, kam punu në kështu fabrik që merreshin me tubiste industrial, me këto që montojnë kondicionerat e mëdhej të fabrikave. Kam bën 200 punë. Çdo gjë që më ishte mundësia për të bërë. S'kam pas dot fatin asnjëherë të marr një pauzë. Një djalë I ri nga Përmeti, mes Tiranës bën gjithmonë Vox Populi kështu me, që tha, nuk punoj dot se kam marr pauzë në këtë periudhë. Po ndoshta po tisha babai vet do t'i thoshë, "Ore turp, s'ke çik ti turp, ke marr pauzë ti ore." Po si ore ke marr pauzë ti? Po gjetet ti këtë. Ndoshta është gjenerat tjetër nga. Jo, s'është e vërtet, nuk e ka fajin gjenerata. Janë njerëz të gatuar negativisht dhe pozitivisht. Realisht po ta them. Unë kam takuar një grup çunash, do kem fatin besoj të kem edhe në studio në vazhdim, sepse një nga misionet e podcastit është edhe promovimi I vlerave pozitive në këtë industri, të cilët më kanë surprizuar jashtëzakonisht shumë. Kishin filluar këtë punë 6-17 vjeç, sepse njëri nga ata djemt kishte teatrin ndërtues. Dhe ai kishte hap një zyrë shitjesh dhe nuk kishte gjetur për momentin agent shitjesh dhe ishte detyruar të vinte djalin. Djali kishte hyrë dhe shokët shkonin e takonin atje dhe kishin filluar punën dhe kishin filluar të bënë edhe në shitje dhe mirë që takonin njerëz interesant, mirë që mësuan gjëra të reja, po në fund tha na dhanë dhe lekë. Edhe u kënaqëm tha dhe që nga ajo kohë kemi filluar në këtë punë, tani kanë zyrën e tyre në qendër të Durrësit, në godinën më të afërt me Bashkinë e Durrësit, po. Kanë takuar respekt, zjarr të tre. Ashtu, dhe janë bërë dhe me një të katërt shok tani, janë bërë 4 dhe po shkojnë 25 vjeç dhe kanë filluar të ndërtojnë vetë një godinë të vockël, modeste, por në plazh. Dhe është shembull se si me punë, me pasion, edhe në moshë të re, edhe me përkushtim maksimal, mund të arrish edhe në këtë fushë, siç kanë arritur ta djenë. Ore, nuk sigurisht që është shumë e vështirë, por nuk diskutohet. Ore unë kam bler një shtëpinë e parë që kam bler, një në tim, e para që kam bler 10 vjet me qira. Dhe kam bler një shtëpi. Gjithashtu, kemi ne edhe në konflikt. Po, kam bler një shtëpi në Tiranë kur kam bler në 2000 $30.000. I kam marrë borxh $10.000. Një miku tim. Si të gjithë. Ja, kam marrë një borxh $10.000 dhe paguaja $230 në muaj. Këstat. Po. Me një rrogë 1 milion lekë në atë kohë, 200, si më thon, $1.000 rrogën, $230 paguaja kredi muaj për muaj. Një pallat të ekzistues nga të kohës së verit, mund te ajo tek pjesa e shkollës baletit. Pallati mrekullueshëm, komshit mrekullueshëm 2+1. Shumë mirë $30.000. Mos më thuaj që si ndjerë njeriu më I lundur në botë. Padyshim parë. Natën e parë që ke hyrë në atë shtëpi. Padyshim, më duk vetja the king. Pa them me sinqeritetin më të madh. Kur e zbulova edhe herë që shtëpia kishte të gjithë ato banjë kishte plot me pllaka, por nuk ishte vetëm mur. Po. Po ta them me sinqeritetin më të madh, edhe kishte ujë,
sepse ato kishin një depozit vendosur. Dhe isha e parë që kisha ujë 100% në Tiranë. Që bëhet dushin normal. Po, që bëhet edhe ishim me ngrohtë. Edhe kishe ujë çdo moment me ngrohje për enët, për. Dhe befas zbulova që Gjamatriçe. meqenëse gjithë ato vite që kisha pas shtëpi me qira, kisha pas si fuqi të madhe me ujë në banjë, befas se kisha mahta të fuqinë e madhe që ishte plot me ujë. Që shpëtova nga fuqia. Po ta them një gjë, këtë shtëpi e blem $30,000. Ajo shtëpia sot mund të bëj 100 mas 25 vjetësh. Që Pra thotë, është trefishuar e më shumë. po, ne shihim atë shtëpinë mas 2 vjet e gjysmë, mos gaboj, 3 vjet më mbrapa, e shitëm 70. Atë shtëpinë. Se ishte parti hyp shumë, e s'kishte pallate të reja, hypë shumë çmimet edhe shtëpia Po, vetë. ka qenë disa periudha e kolpave të rritjes. Po, edhe patë përfituan. Që ishte më shpejt se sa ciklet që janë zakonisht 7 deri në 10 vjet për dy Do të pishin. tregoj çka koincidencë të mrekullueshme kam, që atë ditë të shtëpia ime, vumi të shtëpim që ishte 60.000 €, tregu ishte 60.000 €. E vum 70. Me menin se po prisim një shtëpi që të mbaronte, s'kishte mbaruar akoma. Edhe tham, tani sa Inshallah s'po e blen. Po. Dhe ndërkohë testoje tregun. Po, hap dera, erdhi njëri që vinte nga Amerika, mos gaboj, i çun që ishte shkolluar në Amerikë. Edhe tha 70. Sa është kjo 70? Okej, nuk negocieta. Pagesa shnet. Dhe çfarë po ti pse ka atë në Shqipëri? Unë Shqipëri ka marrë tha se do hap kompaninë tha Century 21. Nga sjella ne tha e ka bler franchise dikush. Pse ke kaq fat? Se kisha në botë, edhe shifshe kështu dhe çfarë është kjo, amon po më çfarë. Në atë kohë, tani bojnë gjithë si shkensta, unë s'kam qenë aq i informuar sa tjetë, lexosh ç'është kjo Reale State valla, i thosh ore më duket si kompani italiane. Edhe se më thë një brand italian që se kuptohet ç'është ishte. Pastaj e mora veç që ishte zyrë që shisnin shtëpia, edhe nuk e kuptoja ndonjëherë, në fillim se kuptoja fare pse i thoshin ashtu një. Pra ai buri erdhi dhe ai lart tha ding. Po merre me këtë punë, por si ja ku erdhi ky burri? Tu ke tablo shtëpinë ky burri që ka ardhur me bë hap të biznesin në Shqipëri. Qa thotë më ku çoshim ne pa dalë në televizor. Domethënë ai që dëshiste gjithë shtëpiat e Tiranës dhe Shqipërisë. Erdhi bleu pikërisht shtëpinë. Po prapë se kisha mirin. Po kjo është koincidencë e bukur dhe ka qenë parathënie, është shenjë. 20 vjet. Jo, më ndesh 18 vjet që ta kuptoja. Po ka qenë shenjë e Zotit, gjithsesi. Shumë shenjë e bukur. Pra vetëm me shembullin që dhe për kamarierin e tregove që njerëzit kanë qejf të thush mos punoni se do bleni shtëpinë më të mirë. Ose blen dot o burr. Se dëgjoj Fredo, të them një gjë, se është, meqense tani neve nuk jemi më vetëm në Shqipëri. Pa ne jetojmë realisht, ne jetojmë edhe në Tiranë, edhe në Athinë, dhe në Vjenë, dhe në Paris, dhe në Londër, dhe në New York. Pse jetojmë kështu? Sepse jemi 5 kushurit parë, 2 jetojnë në Tiranë, 1 në Londër, 1 në Gjermani, dhe tani nëse ju jeni 5 kushurit parë, nga 30 vjeç. Edhe këto 4 tjerët nuk e çojnë nëpërmend në ajër me ble shtëpi në Londër. Se ka 30 vjeç të valla, këtu s'ka ble as anglez 30 vjeç shtëpi. Pse do të blesh ti? Jo, po edhe po ta blej, pastaj do fillojnë anglezët ta fusin skaner. Po do ta blej edhe me një vend shumë larg o burr, shumë larg, si më thon. Ke zona 7. Edhe sepse Shqipëria nga që fakti që Shqipëria ka 96% popullsisë që kanë një shtëpi të vetëm, kanë një pronë. Ka një shtëpi të vetëm, 96% e popullsisë, edhe ata që kanë niveli më i lartë në Evropë. Paralel me Rumaninë. Po. Shqipëria dhe Rumania ka nivelin më të lartë. Kjo vjen për 2 motive. Motivi i parë që kur përbys sistemi komunist, qeveritë që erdhën në pushtet më pas, ja dhanë gjithë shtëpitë ku jetonin, pra u bën pronar të shtëpive që jetonin. Po se ka dhe Kina me 9%. Po, ndërkohë, pjesa tjetër e shqiptarëve 7% jetonin fshat të burr, kishin shtëpinë e vet. Po ti llogaritësh pjesën më të madhe, llogaritin ka një llogaritë të kësaj natyre. Po gjithsesi, ne të dy jemi në tregun e real estate-it dhe e kuptojmë shumë mirë që lëshohen pshashka, gënjeshtra. Tu po gënjeve je më i miri. E di se sa like më po të gënjesh, t'ia futesh kot. Të thosh sot në Tiranë janë 100.000 shtëpia që janë të mbyllura. Kjo është gënjeshtër. Është gënjeshtër ai që thon ka 50.000 shtëpia që s'paguajnë korrent. Ose ka shumë pallate që janë bosh. Do të dëgjosh, po është gënjeshtër, është një gënjeshtër e shtëpi. Ku janë? Ore ku janë këto gjë sepse ne unë ty kam për babën e mamën tim, duhet se gjeta sot. Inshallah. Po, me nëpërmjet një zyre tjetër. Po real estate. Po them ta themi edhe zonën. Po, kam kika kemi një muaj gjysmë kërkojmë një shtëpi me qira. Se gjejmë edhe për shitje, edhe për me qira. Se gjejmë. Se nuk ka. Tani. Se është kërkesë e lartë. Jo, ka dhe një gjë që duhet ta themi. Këto pallateve masive bosh. Për një arsye fare thjesht kjo nuk është e vërtetë, sepse formula me cilën ndërtohet në Shqipëri është e tillë që je i detyruar ndërtuesi të japi pronarëve të tokës 40%. 40%. Marrë pallat. Pra 40% e pallatit zihet pa filluar. 30% lirim. Nën kontraktorët 7%.
Pronari, pallati shet vetëm 30%. 30%. Po 30% ka kërkesë tregu, jo çiftet e reja, jo tuajt. Ore njëri, të themi gjë Fredi, ose Jo, se këtu është abuzive diaspora. Ore është abuzive burr, ta them me shumë siguri. Po pse është kjo lloj? Është populiste, është shumë e bukur, më thon. Është shumë e bukur. Pra, për ca klikime më tepër janë gati të thonë edhe këtë. Po jam është populiste, por futem më kot. Ore, një djalë me nivel edhe ekonomik edhe shkollimi. Më argumentonte, dëgjofsh. Unë njoh njërin që ka 46 shtëpi. Tash burr, nuk ekziston një që ka 46 shtëpi në dijenin time. Ha sot ja bof marr inshallah bof 146. Ka. Më tha, njoh njërin tha, di pse e njoh unë këtë tha, sepse ky tha pagun energji tha për 46 shtëpi. Po se ka Po ta shpjegoj nga ana teknike o njëri, pse pagun 46. 46 faktura energjie. Derisa pronari i pallatit, që është ai që thotë që ka 46 shtëpi. Po, që ti dalin certifikatat. Atë kur ti dalin certifikatat atyre që u ka shit, e pagun ai në emër të vetë energjinë, por nuk është ai pronari 46 shtëpi o njëri. Dhe në momentin që ndron certifikata dhe i shkon pronarit që ka para blerë, ka marrë me kredi etj, ndron edhe emri në libres. Po, tu tani Fredi, të shpjegoj një. Është bëj një paralelizëm. Një djalë, një futbollist X, vitet të shkuara, luante me ekipin me një klub në Gjermani. Dhe në minutë 90 ky ishte në minutën 90 gol nga një sulmues tjetër. Kamerat tregojnë gjithë storyn e skuadrës që hidhet në fushë dhe përqafon atë që bëri golin. Në një moment lëviz kamera dhe i vetmi ky qingji jon stol nuk lutet ka veni. Ishte shumë i mërzit. Vjen në Tiranë edhe i themi, po si është shoqti? Plera i tha njerëz se futi mua tha. Po thash. Por ai goli kur të futesh ti fazën e dytë në fund të kampionatit, do llogaritet dhe ky goli. Dhe me këto 3 pikët, edhe ti do gëzosh po të hyri në Europë, siç mund të hyjë skuadra ti. Pse ta bëra këtë paralelizëm? Ta bëjmë këtë paralelizëm që unë Fredi apo shumë Freda të tjerë, apo shumë njerëz të tjerë në këtë qytet, kameramanët që janë sot këtu, gjithë teknikët që janë sot këtu, janë ata tifozët e skuadrës që quhet Shqipëri. Ne jemi tifozët e skuadrës së Shqipëri. Sot luan në sulm me drama, nesër do luaj Belindi apo do luaj një tjetër. Po ne në fund fare kampionatit ne duam që dalë kampion ekipi apo burr. Dhe ne duhet të kemi suksesin e kësaj skuadre. Ne nuk e kemi të domosdoshme që ditën që unë të kem sukses të jetë kapiteni trajneri i skuadrës filane apo sulmues filani, sepse ai tifozi si unë thot Interi dje fitoi kampionatin. Fitoi të 21 kampionat. Po gëzon dhe kampionatet aty që s'ekziston më. Që do të thotë që ti po gëzon suksesin tënd në këtë moment o njeri, respekto suksesin tim apo suksesin e tij tjetri. Ti mos prit që unë të gëzohem kur të futet çuni jot sulmues, se bova ki çuni jot s'ka kurrë burr, ose vret komën. Çfarë bëjmë tani? Ose na ra, ose ditën që vjen çuni jot me lut, bie dhe bie me kategoria. Ne duhet dimë edhe të gëzohemi. Gjë që do të them që teorikisht po mendoj. Ore mos e përzini me politikë të punë burr, se rritja e vlerës pronës së dikujt është fat për të gjithë, mo, edhe ty që shan në Facebook. Me që e solle bisedën tek futbolli dhe me që e solle tek ato komentet edhe tek politika, Rej Manaj para pak ditësh bleu 2 hotele në jug të Shqipërisë. Dhe kishte bërë top pin një koment që thoshte, "A mos se ti lekte politikanëve zbat." Edhe ai i përgjigje Rej, i thoshte, "O robo, me të ardhë që kam unë." Ta di ai sa si rrjedh gjaku pikat i rrjedh për të fituar ato lek. E djersa çurk, e ça stresi e që ai djalë, që fëmijë. Ai dhe prindit e vet. Se kjo puna që ai Rej që të vleta ato hotelin e Rejmane, e di ku fillon. Fillon ku atë natën që hypën në skaf. Nona vet dhe mbante në gjiku, ishte 2 vjeç. Atje fillon ai goli, ajo vila, ai apartamenti, ai hoteli që ka blerë Rejmane. Ata që iku me skaf, edhe iku me skaf në përdetin në Errësirë, me maman dhe me tezën e vet. Jati e pris atje, jati torturoi duke punuar nga mizën e ndark, e mas 2 muaj që ishin në Itali i gjetën ke shtëpia që ishin pa letra, e kthyn dhe në Shqipëri, pastaj u detyruan të bëshin të letra. Dhe pastaj çdo ditë që ky babai apo mamaja e Rejt masi torturoi në punë për të ushqyer Rejin dhe të motrën dhe për ta marrë familjen në kom dhe për të marrë dhe këta që kishin në Shqipëri, për të kontribuar për këta në Shqipëri, mbasi punonin këtu, merrin dhe Rejin tani dhe çonin stërvitje. I ke javë ditë për ditë stërvitje në distancët që ka Italia, me makinë me karburantin e tyre, duke Rej futin stërvitje o babai o mamaja që shoqëron dhe flinte gjum. Po them Rej, po të gjithë prindit e atyre që po bëjnë futbollista, që kanë arrit, se mos i marr gjithë me emra, po çdo futbollist ka pas të gjëra. Po ti do ta shikosh që mbrin këtu, nga këtu vjen ky djali, o njeri për të mbritur atje lart ku është ti. Megjithatë lajmi është që këto para po rikthehen në Shqipëri në formën e investimeve,
Sepse Shqipëria është në momentin e duhur. Rasti i Rejt, i Uzunit, I gjithëve. Po I Arbër Hoxhës, i Julian Sheu, i Armando Sadigut. Kanë mbledhur këta çuna. Të gjithë kanë mbledhur të gjithë. Pjesa më e madhe që gjithë ekipit kombëtar të Kosovës po përpiqen të blejnë. Po shohin blejnë për në Shqipëri, kapiteni i profesionistë Maqedonisë, Senis Bardhi po doi me ble vil në bregdetin shqiptar. Gjithmonë ajo që do të thonë është që duhet të kenë respekt për këta çuna, se këta janë krenaria e Shqipërisë së burr. Por këta janë pasaporte që ti mund të bësh. Këto janë një nga fashat, një nga kategorit, një nga grupet që po bëhen blerës të pronave interesante, për aq kohë sa është shumë interesante tani bregdeti i jugut, turizmi, hoteleria. Më vjen mirë se shumë breza futbollistësh, për shembull futbollistët e viteve 80 që bën ato histori goxha të madhe për kohën e tyre, për sakrificat, por nuk e patën këtë mundësi financiare që të investonin. Ndërkohë që ky është një trend edhe botror, ku futbollistët, jo vetëm futbollistët, por sportistët përgjithësi të gjithë niveleve të larta, përveç se fitojnë miliona në fush për shkak performancës, për shkak sakrificave, siç thënë ti, por nga ana tjetër po bëhen edhe të zgjuar në kuptimin, nuk mendojnë vetëm me këmbë, por edhe me kokë, për të investuar edhe për atë periudhën kur do i varin të kputucët ngosht një ditë dhe për ta vazhduar në të njëjtin nivel edhe financiar, edhe shoqëror jetën e tyre. Të themi Gjefret. Biznesi i real estate është investimi i real estate është investimi për parazitët, në thonjza. Çka do thotë që ti pagon parat në një projekt ndërtimi dhe ato paratë tua shumohen apo edhe konsolidohen duke punuar dikush tjetër. Në çfarë kuptimi? Ti nëse do hapi një restorant, gjithsesi do merresh me shumë gjëra të atij restoranti, apo do hapi një biznes prodhimin e kputucëve, apo do ishte gjithmonë i axhërnuar. Kurse aty është vetëm që do shohësh zhvillimin e kësaj prone, pra zhvillimin e projektit. Ajo që të bën realisht që këta çuna ta kenë vëmendjen këtu, po jo vetëm ta, po dhe pjesa më e madhe e shqiptarëve që jetojnë në botë është se trendi ka shumë vite që ka filluar. Gjithë sportistët, po ti shikosh, sportistët e famshëm, këngëtarët e famshëm, artistët e famshëm, gjithë paratë e tyre i kanë real estate. Tani gjithë ju bëri përshtypje shumë e madhe tani që u tha, meqenëse ishin gjysmë finale të Champions League-s, Atletico e Madridit dhe thanë për Simeonen që ka 160 apartamente në Madrid dhe po fiton më shumë nga real estate. Futbollistët kanë këtë gjë. Se sa ka fituar nga trajningu apo nga qenia futbollist. Biznesi i vërtet në këtë botë, Ufred. Realisht po ta them me shumë sinqeritet, të gjithë futbollistët janë në këtë nivel, të gjithë futbollistët, pra të gjithë kanë. Por jo vetëm. Rej ka 10 shtëpia në Reymar, por nuk ka 10 shtëpia në atë, ç'e quhet, në Piacenza, që qyteti ku jeton, që jep me qira që i menaxhojnë prindrit. Odise Roshi, Bekim Bara ka mbledh tokë, Cikaleshi ka mbledh tokë, po të mos me ti marr gjithë tanë dhe mund t'i harroj, po se njerëzit kanë shumë prona që japin me qira dhe mbajnë dhe shumojnë paratë e tyre. Të themi gjë, ndoshta njerëzit nuk e dinë, po një kompani më të mëdha të retailit, që është një kompani më të mëdha të ushqimit, restoranti më i madh në botë, është restoranti McDonald's. Restoranti McDonald's, 90% të arktimit dhe të fitimit vet e ka real estate, 10% nga hamburgeri. Tani njerëzit kjo i bën shumë përshtypje dhe duket shumë çfarë thumë burr. Po pra, t'ia shpjegoj teknikisht pse. Ju sugjeroj gjithsesi nëse keni një histori. Nëse keni mundësi dhe nerva ta shikoni, shihni filmin, është një film më të bukur që kanë parë në jetë. Që me atë sloganin që pse si ka mundësi që një 53 vjeçar të ndërtojë restorantin më të madh në botë me kaq milion euro revenue, me kaq punëtor, me kaq staff, me kaq gjëra, dhe ai thot one word, persistence. Një fjalë, këmbgulje. Kështu që ky zotria me sugjerimin e një bankieri i thanë që ti blej tokën dhe lokali ku do vendoset McDonald's që do hapi Fredi, është i Fredit, por toka dhe muret janë të mijat. Kështu që Fredi për jetën paguaj qera mu, çfarë do fitoj, do ta ndaj me franchising fitimin e hamburgerit. Kurse me mu personal që jam pronari i McDonald'sit, do më paguaj qeran. Edhe biznesi i është 90% qira, 10% hamburger në deklarimin që bën. Sepse ai fiton në tre gjëra. Pra që do thotë real estate, fiton në real estate në qira, në franchise tek titulli, por edhe në kontrollin e sistemit të ushqimit. Dhe kur ishte në Yale, në një takim me studentët,
I pyeti pasi mbaroi takimin, tha ç'a biznesi kam unë. Ata qeshën, thanë, po e di gjithë bota që ti shet hamburger. Qeshi ky në atë moment me studentët dhe i tha, jo, tha, unë jam real estate më i madh në botë, sepse unë kam pronat më të mira në kryqëzimet më të mira të gjithë qytetet më të mëdha të botës. Kur shkoni në një McDonald's nëpër Evropë, duhet ta kuptoni që ai vendi aty është pranë njërit që është i buri vjetër në Amerikë, që mezi ecën tani, po që ai e nisi se pa ca që dini me bë hamburger, nuk dinte ta bënte as hamburgerin ai. Vetëm se i pëlqeu që bëj si bëj hamburger. Nga shpejtësia e shërbimit. Edhe shiheni filmin sa shumë i bukur. Të them edhe diçka tjetër. Dhe sot është një nga njerëzit më të pasur në botë. Po, është shumë i suksesshëm. Do të them diçka Fred që sot marrim tregun shqiptar, që se po flasim për fshatin ton. Meqense jemi ke Pjaza Fredit. Pjaza Fredit do në Tiranë. Ku është Pjaza? Pjaca është gjithandej ku ka komunitet. Okay. Edhe Pjaca e fshatit, edhe Pjaca e kryeqytetit, edhe Pjaca në çdo qytet botës dhe çdo fshat botës ka një pjacë, por nuk është vetëm pjaca fizike ku takohen, kryqëzohen dhe rishpërndahen energjitë dhe bizneset, por është dhe pjaca, është bërë edhe kështu si shprehje, baje pjacën lart o burr. Din pjacë pra. Në pjacën. Greçi pjacën. Po. Doja me të thënë që në këtë çast Shqipëri, një nga bizneset e tjera që ka sukses shumë të madh për fatin ton dhe i komplimentoj të gjithë dentistët e këtij vendi, që për iniciativën, për talentin dhe për nivelin e lartë, shumë të lartë profesional. Niveli i dentistëve në Shqipëri është konkurrent në nivel botror. Ta them me bindje të plot, përveç faktit që janë shumë të shkolluar edhe një pjesë e mirë e tyre, disa i kam dhe miq, janë dhe profesorë në universitete jashtë territorit të Shqipërisë, por kanë edhe investimet më të mëdha se sa në Itali për shembull nuk kanë, pjesa më e madhe e tyre nuk kanë investimet e makinerive të aparaturave të nivelit të Shqipërisë. Kjo duket kështu si nga ato shprehje të politikanëve, por nuk është e vërtetë, është kjo nuk është si ajo, është 100% e vërtetë dhe kjo është me provë, nuk është opinion, është fakt që dentistët tanë janë në nivel të lartë, por përveç kësaj dentistët tanë sjellin një shumë ekonomi në Shqipëri, shumë para në Shqipëri. Tiranë sot besoj që të paktën 10.000 italian në muaj vinë për arsye mjekësore. Një nga kryesorët është pjesa e dentistëve. Që do të thotë ata japin lëvizje, janë motori i ekonomisë dhe këta se përdisin gjithë vetëm ndërtimi, por nuk është e vërtetë, nuk është vetëm ndërtimi janë dhe këta. Kjo është arsyeja pse në puntatën e parë të pjacës, në pjacë direkt vjen dhe Dental Med Austria, Mentor Zeqa. Respekt. Me njëherë e kuptoi energjinë e podcastit tonë dhe me njëherë u bë sponsor. Dhe unë kam qenë atje dhe kam parë gjërat mrekullueshme dhe i konfirmoj plotësisht çfarë the për industrinë. Shumë respekt për doktorin, edhe është një nga klinikat më të famshme në Shqipëri, se ka dhe është top brand, është po mund të them rastin konkret, pa e përmend me emër se ndoshta nuk ka dëshirë që të do diskrecionin e vet që të për sa përket veprimit transaksionit financiare që ka bë. T'ju them diçka. Një ditë në një darkë miq me dy dentista, njëri thotë që vijnë kaq njerëz, aq njerëz, shumë njerëz në Shqipëri, dhe unë i ofroj shërbimin bilet avioni, i pres në aeroport, i çoj në hotel, i jap restorantin dhe i dhëmët një javë edhe pastaj shëtitjen për Tiranën, për pika turistike të Tiranës, muzeu me të gjëra, ka një përfshirje që ai ikën me dhëmbët e rinj, i mirë pritur, i mirë ushqyer, me një hotel shumë të mirë dhe përveç saj edhe që kam mësuar që ekziston një qytet si Tirana, që padyshim që do kthehet një ditë, përdesa kënaqet tu në për restorant, i shef i rrugët nuk i shef rastisht plot me një pjesë mirë janë ta. Dhe i them, doktor, po sa pagun ti në muaj qira? Ose në vit? Hotelesh. Unë paguaj tha rreth më shumë se 100.000 euro në vit. Në muaj. Qira hotelesh. Plus minus. Them, doktor, do të bëj një propozim meqense unë merrem me këtë ridesenin. Po pse se blen këtë hotelin në burg? Se para ti përdhon ti. I paguam një kredi në bank. Po. Dhe unë gjej hotelin tash. Dhe me paratë që paguam muaj për muaj hotelin tjetër, paguaj kazanin, mush kazanin e kredisë tënde. Po, doktori bleu një hotel. I shtyr nga unë, nga zyra jonë më saktë, i shtyr nga ne, bleu një hotel, të cilin ka bërë tani nga 50 dhoma që ishte ka bërë, po e bën me 110 dhoma, që do të thotë që po bën një top hotel mes Tiranës, kanë riangazhuar disa njerëz, kanë gjetur disa njerëz punë dhe mbi të gjitha, doktori ka gjeneruar diçka mbi biznesin e vet, që do të thotë që atë që të sugjeron një agent real estate, prandaj do të sugjeron dot një tjetër. Prandaj duhen profesionistët, duhen zyrët profesionale, kështu që këshillohuni me ne, këshillohuni me Dritan Zhagoxhën,
Me Vertpesën edhe me gjitha gjendet e zyrës Mikado Tirana. Mikado Tirana dhe Mikados qendrore, sepse shumë njerëz ja kanë pa hajrin. Është e vërtet, jo ja kanë pa hajrin, po realisht do të themi një batutë për pjesën e Bregdetit, Bregdet se të gjithë sa kanë shkuar çmimet e burr. Është e vërtet. Çmimet janë rrit, po do rriten aq shumë sa zoti kapi thotë. Sa që ne qarkullojmë një shprehje që themi lirë ka qenë dje. Sot jo më, nesër jo. Bovaki s'ka qenë dje lirë fare se në kuptimin figurativ. Dhe shko me e ble mund të rritesh, po ajo që të them diçka. Njerëzit që kanë blerë me zyrën tonë, me zyrat tona dhe me tënden, në Bregdet, sidomos në Bregdet kanë gjithë një shprehje, po nga i pari ke i funit. Si nuk bleva dy. Nuk kom një gjuhë njënin që të ketë minimum pishman. Që të bo pishman. Dhe tani, po fjalia po ta them sinqerisht, si nuk bleva dy. Tani, se the një shifër, sa shifra më e lartë sot aktualisht në Bregdetin e Jugut, por përgjithësi për turizmin i metrit katror për blerjet. Shifra më e lartë e metrit katror sot në këtë çast është në Green Coast. Është shkëput, mund të jetë më shumë se 7.000 metri katror. Është shkëput, nuk është më ky çmimi, pra me numër konkret, është me unit, po vjen dhe Shqipëria deri asaj, një pjesë e madhe e botës fred nuk shet me metra katror. Sigurisht. Shet me unit. Kjo kushton kaq. Edhe ai shnet ose me kubatur. Po jo jemi çmim X, kjo vila kushton kaq pa thënë se sa metra katror. Tani, një vilë e tillë shkon 1, 2, 3 milionë euro. Ditë themi gjë që këto prona në vitet e fundit, në 5-6 vitet e fundit kanë marrë një rritje nga 10 deri në 20% çdo vit. A jemi në kulmin e një revolucioni urban dhe arkitekturor në historinë e Shqipërisë. Të gjitha kombet, të gjitha shtetet, të gjitha popujt kanë pasur një moment. Roma ka pasur para 3000 vjetësh. Ja, ka pasur para edhe deri vonë. Po, edhe deri vonë. Ka pasur Athina, e kanë filluar, po them, në mënyrë masive 2600 vjet përpara. Sepse janë edhe Shqipëria ky është momenti trashëgimia. Londra para 1000 vjetësh, shtetet që u përfshin në revolucionin industrial, Amerika, Gjermania, Franca, që nga koha e revolucionit francez apo koha e revolucionit industrial. Pas luftës dytë botërore që ripon një vendin e vet. Dhe pas luftës dytë botërore, mbas rrënimit, shkatërimit, bombardimeve të luftës etj. Ky është momenti i Shqipërisë. Ky është momenti i Shqipërisë, po thoni, dhe ky është moment që nuk përsëritet 2 herë në histori. Jo, Fred, nuk përsëritet për 100 motive. Ta thash, sapo të thash një shembull konkret. Pra, ne kemi atë shprehjen që vetëm me humbje nuk del duke investuar në real estate. Kudo që të jetë. Pseudo ekspertët, fatalistët që edhe në shtëpitë vet kur ikin në shtëpi me gjet parking se s'kan thonë gjithmonë se s'do gjej kur parking. Dhe i ndodh. Kur do shkojnë do thotë inshallah sum çelcin. Ta njerëz janë fatalistët që shohin tërheqin vetë me energjinë e tyre negative. Po, shohin gjithmonë çdo gjë negative. Ta që po presin fluckën, pronat e Bregdetit shqiptar, nuk janë blerë nga njerëz që jetojnë në Shqipëri. 56% apo 57% aty që kanë blerë një pronë në Bregdetin shqiptar, Fred, nuk kanë lind në Shqipëri, të ta them të statistikisht, nuk kanë lind brenda territorit të Shqipërisë, nuk kanë lind në Shqipëri. Do të thotë që ata burrat nuk është se i ndikon ti që shan Facebook, apo njoni, apo komshiu jot. Nuk është komshiu jot ai që po blen Bregdet. Është kushëriri jot që ka në Gjermani. Ai që ka lind në Gjermani, ai që ka lind në Kosovë, ai që ka lind në Maqedoni, ai që ka lind në Amerikë. Këta janë ata njerëz që kanë blen Bregdet. Fluska nuk ndodhe për një arsye. Sepse fluska si koncept ekonomik ndodh kur bankat nuk i mbulojnë me kolateral kredit që japin për blerje në real estate. Dhe kjo ka ndodhur në Amerikë sepse nuk ishin të mbështetura. Ndërkohë që këtu politikat e bankës qendrore, përfshi dhe bankat e nivelit 2, sapo vinë dhe përforcohen, dhe nuk ndodh që ti mos e marrësh. Po nuk është shtu blerësi më Fred. Po pra. Dhe prandaj nuk ndodh. Mund të ketë problematika tjera tregu, por fluska nuk e ka. Po Fred, më shumë themi tjera. Por njëri, më shumë se 90% e atyre që kanë blerë një shtëpi në Bregdetin shqiptar nuk jetojnë te ajo shtëpia, më shumë se 10 ditë në vit. Paskuqani është surpriza ime. Bleni shtëpinë pas Kuqan se do ta keni shtëpinë nga Skënderbeu pas Kuqan, do ta keni më afër se nga Skënderbeu te Kika. Po ju them vetëm një gjë. Distanca është një lloj. Distanca është një lloj, pa di pse është surprizë. Sepse un para se të hyja në këtë industri dhe kur s'kisha informacion që kam sot dhe nuk kisha prezencë fizike për të parë dinamikën e tregut siç e kam sot çdo ditë që shohim me 10 prona nga afër, e paragjykoja si gjithë tjerët, thjesht më duke ajo kioska e dikurshme që ishte shkruajt Astir atje të atij zotnis që shiste boj. Çu nga Ballsha. Po, edhe që djalin sot e ka pizzaiol.
Dhe kisha këtë lloj mendimi, por kërkesat më të larta dhe dinamika më e madhe e rritjes në treg është atje. Po plotësohet edhe me shkollë që s'ka pasur në zonë dhe kam kërkesa nga klientë shumë të mirë që kërkojnë në bulevardin Migjeni që është atje, në 2 krahat, ke rrethi i parë, ke rrethi i dytë etj. Dhe po vinë dhe duke u zhvilluar. Kështu që fakti që po zhvillohet dhe Astiri, do thotë fakti që po zhvillohet dhe Paskuqani për shkak të Paskuqani por Astiri iku tani, Astiri është bërë tjetër nivel. Po më thoje për Paskuqanin. Jo, po thoya Astiri është zhvilluar. Astiri iku se kap dot më. Se kap dot më. Ata që kishin Paskuqani edhe pak. Për shkak të unazës po zhvillohet jashtëzakonisht shumë. Po një fundi bulevardit. Dhe liçeni i Paskuqanit është një pamje spektakolare. Po, do bëhet një resort i mrekullueshëm atje, një qytet i ri atje. Po. Me vile dhe me apartamente, i mrekullueshëm. Që kam zyra jon ka nga nëpërmjet disa agjentë të zyrës time, kanë bërë kontraktim mes pronarëve të tokës dhe kompanisë ndërtimit, dhe do bëhet një rezidencë e mrekullueshme. Tani, Fredo, se njerëzit kanë qejf. Takova një italian dhe i thashun, po këtu jam me Airbnb. Me Airbnb thash më Paskuqan? Po pse thashun? Po e kam shumë afër aeroportin. Ata nuk shohin paraqytimet tona. Ku shkon ti në Estoni? Pse ku shkon ti në Estoni? Ku shkon ti? As nuk duam t'ia dim, ne shohim ku është harta e qytetit, ku është çmimi, ku është pjesa më e shpejtë për shkuar në qendër qytetit dhe për shkuar në aeroport. Kaj. Dhe sipas një statistike, nëse nuk e ke profesion, dhe provon që shtëpinë tënde që kemi, një shtëpi plus që ke, mendon që ta bësh Airbnb, në të gjitha numrat në Evropë sot, Airbnb-ja vlen më pak në kohë se sa ta japësh me qira. Çka do të thotë që ti më mirë ta japësh me qira nëse ke 1 ose 2 shtëpi, se sa ta japësh në Airbnb, sepse në arkun e 3 vjetëve, artimi që ke marrë brenda 3 vjetëve, përveç angazhimit tënd fizik dhe kostove të tjera, ta arkton më pak para se sa ta qira me qira fatgjata. Kështu që këtë sugjerim ja bëj të gjithë. Okay. Ta mendojnë se edhe kjo fjalë Airbnb më shumë është llaf i mod se sa. Po mirë, po shiko, këto janë trende. Siç u bën fillim furra buke, pastaj u bën calceto, pastaj u bën bilardo, pastaj u bën Airbnb. Ma me që kishte çdo 5 metra kështu, ca me mirë që kishin kështu dyqane për telefona, çdo 5 metra. Po rallum. Po sepse kështu jemi, domethënë në përgjithësi ndodh që kur ecën dikujt një biznes, fillon edhe bën të tjerë dhe kështu me radhë. 3 kuriozitete. Sa është çmimi më i lartë i shitjes në Tiranë? Se flitet edhe për 10.000 për njësi në blok 20.000 euro metri katror. 20.000 euro metri. Për të dyqanet që janë tek Rainbow. Qofse e dini ku apo si në Rovena, lokali i Rovenës. Ajo me si flori, si baklava po. Ajo si baklava, aty kam 20.000 euro metri katror kërkesë. Dhe shitsi nuk pranoj tash. Nuk pranoj tash me 20.000 euro metri katror. Po. Që do të 100 metra 2 milion euro. 2 milion euro. Po qirat sa kanë arrit nivelin më të lartë. Në këtë çast në Tiranë, vlera që pronarët provojnë ta shesin është mbi 30 vjet qira. Ndërkohë ja shpjegoj nga ana teknike se ndoshta se di. Ndërkohë që ekspertët thonë që po qese është më shumë se 15, maksimumi 20, mos ju qas. Ti shpjegoj njerëz që ta kuptojnë. Nga ana teknike, çdo biznes ka formulat e veta, ky është biznes, formula e real estate-it. Nëse ti do blesh një dyqan apo një biznes, do ta paguash atë investimin që ke bërë do të kthehet mbrapsht brenda 14 viteve. Pra do të jetë teorikisht qiraja 14 vjet. ROI, return of investment. Po. Dhe sa për një shtëpi do të jetë returni 20 vjet. Tani ti dëgjon një person që thotë që unë jap me qira 1.000 euro në muaj, që do thotë që janë 12.000 euro në vit, që do thotë që janë 200 që janë 120.000 euro për 10 vjet, që do të thotë që janë 240.000 euro për 20 vjet. Ndaj thotë unë shes 400. Po unë them ti po provon të marrësh 36 vjet qira. Në mos gaboj në numrin. Do ti thotë që sot do 36 vjet qira. Nuk e din formulën e Yeldit që është për qiran vjetore, nuk din ROI, return of investment. Pra nëse jeni duke menduar ose jeni në prag të një investimi, na kontaktoni dhe të bëjmë një me zyrën e Fredit apo me zyrën time apo me çdo agent që njihni pa problem fare. Po, që është profesionist, me një profesionist, të lutem. Vetëm një gjë do t'i them njerëzve, sepse shpesh kemi miq pafund edhe shok të afërt që për të zgjedhur se ku dajnë pilaf pyesin 4 herë, do shkojnë në Baldush apo do shkojnë në Londër. Vetëm pron jetë. Pastaj ose për të zgjedhur pak pusja tregojnë 6 vetave dhe ndërkohë shfutet te ke lokali, thotë, "Ma çat morëm, ora çka ke hongër ti këtu gjë është e mira." U dalli që kot.
Pastaj bum 500 mijë euro një investim blen shtëpi ose e shesin shtëpinë pa pyet asnjërin me mendë veta. Eto po më seriozisht e keti që do ta bësh me mendë tuaja këtu. Kush është prona më e shtrenjtë që shit në Shqipëri deri tani? Prona më e shtrenjtë të shit në Shqipëri tani? Janë shumë konfidenciale pronat e Fred. Po ta vesh re zyrat tona Fred, jo themi gjë. Jo, tregun, po flasim për tregun. Zyrat tona kanë një gjë shumë speciale. Që zyrat tona ndoshta janë vetëm zyra që nuk publikojnë çmime. Pra, për respekt të shitësit, po dhe të blerësit gjithashtu. Dhe për privacy-n e tij. Ti s'mund të thush dot tani që kjo prona blen 1 milion euro, edhe ta blen njëri. Edhe tani edhe blerësi, edhe shitësi ndjen kështu të ne s'do themi emra, ne thjesht vler pronësh për kuriozitet. Po është një shit një hotel shumë i bukur afër zonës së liçenit, 22 milion euro për shembull, para pak kohësh. Një brand shumë i bukur që tani kam i batuti shokun tim bankier që thotë transaksioni më i madh në Shqipëri është bërë 130 milion euro shit ajo banka amerikane, deri tani kjo është më e madhe. 130 milion euro. Ka pas ndërmjetës shqiptarë? Jo, çuna të real estate, apo ka bërë vetë? Jo, banka amerikane që bleu Intesa San Paolo. Mirë. Ajo ka qenë transaksion mes bankave. Po kjo është 22 milion euro kjo për shembull. Të besoj se kanë bërë një hotel tjetër shit 6.7 milion euro para pak kohësh. Kështu që domethënë janë bë transaksione, po bëhen transaksione. Shpesh tokat janë më ashtu, po tani tokat nuk shiten më, jepen me përqindje. Po kanë formula zhvillimi. Një porosi, mos e shit tokën vllai. Jepe me përqindje. Mos e shit sa ato lekë do të bëjnë marrë kur. Ma ka thënë një djalë, edhe ai është agent imobiliar shumë i zotit, i cili është rrit nga vujtjet që pësoi familje ti në periferi Tiranës duke i shit. Dhe shifsha tha xhaxhallarët, halla tezë, për xhaxhallarët sidomos tha i shitën tha dhe 6 muaj tha pini raki, vjen benca 190 vjeç. Edhe ças bëshën dhe pastaj mas 6 muajsh tak i lite rakia dhe riktheheshin roja apo te gruaja vetëm, pastaj në familje tek punët e njërin tjetër. Dhe në atë kohë tha, babi im tha e vuajti shumë këtë, dhe unë kisha mu 18 vjeç, 19 vjeç, dhe tha toka tona tani tutje do t'i menaxhosh ti. I tha djalit. Tha ishte besim i madh, tha, dhe tani unë tha të menaxhoja trashëgimin brez pas brezi, tha. Dhe takova një 2 miqtë e mi, tha, që i kisha pas njërin profesor në universitet që merre me real estate dhe një tjetër që ishte mik i tij. Dhe më tha, vetëm jepe me përqindje për zhvillim dhe prit t'ja marrësh frutët. Nga që ne ja morëm frutët parë, tha, në disa vila afër tegut, fillon edhe xhaxhallarët vinin, thoshin ti do të na i menaxhosh, vinin dhe kushërinjtë e dytë, e tretë e me radhë, dhe sot ai ka zyrën e vet të real estate-it, përveç se po gëzon pronat të cilat i priti tokat të zhvillohen me formulën e përqindjes që po ju rekomandojmë dhe ne. Tokat e ka fal gjyshi, lekët janë të ditë investitorit, ai përplaset me projektin, arkitektin, do mori erdhi betoni, s'erdhi betoni, ngriu betoni, s'ngriu betoni, me 100 halë, në fund fare, ti është ke thonë që yes, asë një merit s'ke, kështu që më mirë bëj këtë, se sa shetë tokën edhe, që të bëj pishin komshiu. Shumë faleminderit. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi e madhe. Tani ky podcasti është i fillimit. Me fjalë, mendoj që kur tjetë një nga të funit, do me Fredin do jemi të marrë unë fare, kështu që do jemi shumë pleq. Dhe atere, ka dhe 30 vjetë. Kështu që 30 vjetë do bëjmë të punë Fred mërë, teke? Po, tashti, po marron punë shpejt. Po, në fakt, e tham fillim që, po e fillove këtu ndahesh me vdekjen nga real estate. Çfarë të bëjmë? Ne e kemi këtë të keqe, që ne punojmë gjithmonë. Dhe derisa shohim ca pleqë dhe plaga italian nga 100 vjeç që vazhdojnë punojnë. Nuk ka nevojë italian gjithë botën. Por kanë filluar dhe në Shqipëri, kështu që besoj se në këtë gjurmë, në këtë traditë do ecim. Edhe pritëve tanë, kështu që do ecim duke punu, edhe sa që donim në Imenie, zyrat e Mikado, në Tiranë janë 2, pastaj keni në Vlorë, në Lalës, në Palas, tani dhe në Tale, do hapim një në Prishtinë dhe një në Saran. Kështu që hapni syt, ose kush do na njoni më bë partner, me neve, me mua dhe me Fredin, është jemi të gatshëm që të vi dhe të asistojmë që të hapi zyri i stetit. Kudo që t'jesh, kurdo që të duash, mjaft që t'impenjohesh se përveç se do bëhesh me lek, do ta varin dhe të gjithë burr, gjithë shokët, shoqet,
familjare, do bësh më interesant se që sot, masit ke shap një zyrë real estate. Numrin e telefonit Shako Hoxhës besoj e di gjithë shqiptaria, numrin tim po, se kemi 30 vjet pa ndru. Kështu që na shkruani, komentoni dhe përpara se ndajmë doja të falenderoja edhe një herë Dental Med Austria, Mentar Zeqen, për faktin se u bë supportus i parë i puntatës parë të podcastit ton dhe edhe qef shtamë që të bëhet sponsor i parë i puntatës dytë. Faleminderit Shako Hoxha, e vlerësoj shumë. Përshëndes. Faleminderit. Tung. Mirupafshim.